Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të shtundat 27 shtator. Gazeta Telegraf hapet me lajmin me Air Albania, as të gjallët e as të vdekurit nuk e kanë të sigurt një fluturim normal. Thirrja të rinjve dhe bizneseve mos e humbisni eventin Rajonal AI Hackathon 2025 që po vjen në Shqipëri. Presidenti Bayram Begaj takon sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Guterres, Shqipëria rol në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe të drejtave të njerëzit. Në gazetën Panorama mund të lexoni zgjedhje në Tiranë, garë me zonjave, negociatat e PD-s për rivalen e Manastirliut. Vuajtja në kurriz diçka të padrejtë, Saliani do punoj për qytetarët që përballen me padrejtësi. Arrestohet ish menaxher i fondeve të Soros, akuza për përdhunim dhe prostitucion. Në gazetën Dita mund të lexoni Ogerta, Belinda dhe zgjedhjet në Tiranë. Pronari i lokalit luksoz në Tiranë akuzohet për 5 vrasje dhe trafik droge. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni sallata me vitamina që ndikon te kilet. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Elbasani prov lideri Partizani do ringjalljen. Çobani Dinamo do të rikthehet, Jorgji gabon me dashje. Vlonjatët kthehen në shtëpi, presion për triumfin e parë. Nga Santosi në Rogozhin rrëfehet Fernando, Vllaznia me mungesa përballë surprizës Vora. Besa Lushnja nuk din të fitojnë, Duro drejtoi pa dëshirë. Skënderbeu mund Laçin dhe merr Aratin në kampionat. K2 ngres si parin rivalet në të dy grupet. Allegri dhe Conte, historia që mund të mos ishte shkruar. Bayerni marshon, Keni është i papërmbajtshëm. Derbi Madridit ndal Spanjën, Barça në kaos. Chelsea dhe Anglia humbasin Cole Palmerin.